presi për Ademi. Fillon presi nga për Ademi. Ima ton, stave. Fillon presi më shpejt. Fillon presi më shpejt. Okej. Ne, këtë do vjet e pismeno në pra. Sot. Mundet? Okej. Të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur qytetar, rezultatet janë tashmë të njohura. Ne kemi fituar shumicën e votës popullore në mbar vendin, apo më mirë të thuhet të votës kombëtare në këto zgjedhje. Me mbi 23.000 vota më shumë, por nuk kemi arritur të fitojmë garën për kryetar të komunave. Kjo është një mesazh kompleks që ne e pranojmë me respekt dhe përgjegjësi. Qytetarët kanë treguar se besojnë në vlerat tona, në vizionin ton, por njëkohësisht kërkojnë që të rinovojmë mënyrën si përfaqësojmë këto vlera në terren. Rezultatet për disa komuna nuk janë pasqyrë e vullnetit real të qytetarëve, por pasojë e koalicioneve jo parimore dhe marrëveshjeve të përkohshme që në thelb kanë shkelur frymën e garës demokratike. Këto bashkime artificiale mund të na sjellin fitore afaqshkurtra në letër, por do të kenë pasoja serioze për progresin dhe arritjet e dirithanishme në nivel lokal, por sidomos në nivel kombëtar. Për fat të keq, këto zgjedhje u shoqëruan me keqpërdorim të resurseve shtetërore, me inxhiniering elektoral të orkestruar në mënyrë sistematike, si dhe me shantazh dhe presion financiar mbi votuesit. Këto praktika të pandershme nuk i përkasin një shoqërie demokratike dhe dëmtojnë vetë besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor. Megjithatë, ne kemi fituar votën e shumicës, votën e popullit, dhe kjo është dëshmi e qartë se qytetarët ndajnë drejtimin që ne kemi ofruar për të ardhmen e vendit. Humbja e disa pozicioneve në nivel të kryetarëve të komunave është një thirrje për të forcuar strukturat, për të ofruar më shumë me njerëzit dhe
për të përmirësuar mënyrën si menaxhojmë politikat lokale. Fitoria e votës popullore, kombëtare, me mbi 23.000 vota e përsi, është një mandat moral dhe politik që na obligon të vazhdojmë më të bashkuar, më të disiplinuar dhe më të afërt me qytetarin. Sepse në fund të ditës, legitimiteti i çdo lëvizje politike buron nga besimi i qytetarëve dhe ai besim nuk është zbehur, por përforcuar. Ne do të bëjmë analizë të thelluar, do të rinovojmë radhët tona dhe do të